Piero Vengu, aktualisht ministër i mbrojtjes, përmendet në një investigim që hedh dyshime mbi menaxhimin e fondeve gjatë kohës kur drejtonte autoritetin portual Durrës. Sipas materialeve të siguruara nga një projekt raport auditimi i kontrollit të lartë të shtetit, janë evidentuar shkelje të shumta financiare dhe procedurale për periudhën 2021-2022. Auditimi i zhvilluar nga tetori 2023 deri në janar 2024 ka përfshirë vendimmarrjen e organeve drejtuese, menaxhimin financiar, investimet, shpenzimet operative, pagat, kontratat koncesionare dhe procedurat e prokurimit. Një nga çështjet kryesore lidhet me ndryshimin e plan biznesit 3 vjeçar. Edhe pse ky plan ishte miratuar në fund të vitit 2020 dhe nga Ministria Përkatëse në shkurt 2021, në vjetor 2023 u paraqit për rishikim, pasi periudha e zbatimit kishte përfunduar. Sipas KLSH, ndryshimet prekën vetëm shpenzimet dhe investimet, jo të ardhurat. Raporti thekson se për vitin 2021, shpenzimet u rritën me rreth 317 milion lek, ndërsa investimet me mbi 1.6 miliard lek. Në total, gjatë viteve 2021-2022, janë zhvilluar tendera me vlerë rreth 3.2 miliard lek, rreth 32 milion euro. Rreth 9 milion euro janë shpenzuar për konsulenca lidhur me projektin e portit të ri në Porto Romano. Audituesit konstatojnë mangësi të theksuara në dokumentacionin e prokurimeve, duke e vështirësuar gjurmimin e plotë të procedurave. Në fokus janë veçanërisht 3 tendera për blerje vinçash, me vlerë rreth 1.22 miliard lek, që përbëjnë mbi 30% të totalit të fondeve të prokuruara në këto 2 vite.